Kryeministri Edi Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste në 11 shtator urdhëroi shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra e kryebashkiakut. Më pas u mblodh Këshilli Bashkiak i Tiranës, propozoi shkarkimin e Erion Veliajt, propozim i cili më pas u miratua nga Këshilli i Ministrave. Më pas presidenti i Republikës, i zgjedhur nga vetë Edi Rama, dekreton datën e zgjedhjeve vendore, ndërsa nuk ishte dëgjuar Erion Veliaj. Hyn gjykata kushtetuese në themel, rrëzon shkarkimin e Erion Veliajt dhe rikthen atë në detyrë. E kujt është kjo lojë? E Edi Ramës dhe askuj tjetër. Pse është Edi Ramës? Lehtësisht Edi Ramës sepse është Rama që e sulmoi Spaku në mënyrë kaq të ashpër për arrestimin e Erion Veliajt. Kujtojmë këtu si qante Klotilda Bushka, ndërkohë që e kapën duke prishur prova, apo si merrte rektorin e UBT-s dhe na mbante leksione për demokracinë, ndërkohë që Spaku kishte bërë detyrën. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është gjë tjetër veçse lojë e Edi Ramës. Madje vendimi që ka dhënë gjykata kushtetuese tregon se sa e kapur është kjo gjykatë nga kryeministri. Megjithse gazetari i familjes së Veliajt, Mero Baze, na thot se kemi një gjykatë të lartë të kapur nga PS-ja, Edi Rama mban distancë. Në fakt kemi gjykatë kushtetuese të kapur nga Edi Rama dhe pa mbajtur distancë fare. Për më tepër nga informacionet që ka CNA, janë përfshirë shumë deputetë të Partisë Socialiste, pa folur këtu për marrëdhënien Mero Baze, Sokor Sadushi, Fatmir Xhafaj dhe mëtej. Gjykata kushtetuese është një instrument i kapur që bëri shërbimin më të mirë për Erion Veliajt, i cili ndenjë disa kohë në burg dhe tani po kjo gjykatë do të përdoret për ta nxjerrë nga burgu, ndërsa fakt është se nuk ka ndryshuar asnjë rrethanë në lidhje me akuzat ndaj Erion Veliajt për korrupsion dhe kryerjen e veprave më të rënda penale që ky i fundit të lirohet. Megjithse Edi Rama e bëri lojën e tij deri në fund, vendimi i gjykatës kushtetuese është një lojë e Edi Ramës dhe vetëm e tij. Për ata që duan ta kuptojnë se cili është ndikimi i qeverisë, si ka mundësi që përfaqësuesit e saj në gjykatë kushtetuese nuk kërkuan përjashtimin e Marsida Xhaferllarit kur bashkëjetuesi i saj Enkeleda Libeaj doli në media dhe tha se gjykata kushtetuese duhet të rrëzojë shkarkimin e Erion Veliajt. CNA në redaksionalen e saj tërhoqi vëmendjen për këtë skandal. Ky është një fakt kuptim plot. Në qoftë se do të ishte kërkuar përjashtimi i zonjës Xhaferllari, që në bazë të ligjit duhej të përjashtohej pasi bashkëjetuesi, bashkëshorti i saj foli publikisht dhe e njoftoi në një farë mënyrë vendimin, kushtetuesja do të gjendej në pamundësi për të marrë vendimin. Në rast se do të ishte kërkuar largimi i gjyqtares Xhaferllari, gjykata kushtetuese mbetej pa quorum dhe pa një vendim për çështjen Veliaj. Por edhe qeveria nuk e kërkoi përjashtimin e Xhaferllarit, e cila u kap mat në konflikt interesi. Dhe përtej asaj që Edi Rama thot, unë nuk e kam kapur drejtësinë dhe gjykatën kushtetuese. Në fakt, ai i tredh dhe i mjel kur do dhe si do ai.